Horoskopi ditor, 26 dhjetor 2025, Dashi, sot je në një gjendje mendore optimiste, i dashur Dash. Mendja jote është e hapur dhe krijuese, dhe ke aftësinë të mendosh në mënyrë origjinale e largpamëse. Mund të lindin ide të reja me vlerë afatgjat, veçanërisht ide që lidhen me plane të mëdha dhe drejtimin e përgjithshëm të jetës, jo me detajet e vogla. Ke nevojë për më shumë hapësirë personale dhe liri të vogla për të ndjerë rehat. Sa më shumë të shmangësh rutinën e lodhshme, aq më mirë do të funksionosh sot. Lëre mendjen të endet, të eksploroj dhe të reflektoj pa presion. Hëna kalon gjithë ditën në sektorin tënd shpirtëror, ndaj është e natyrshme të ndjesh nevojën për qetësi, izolim të lehtë ose kohë për të menduar vetëm. Kjo ditë sjell gjithashtu energji pozitive për aktivitete familjare, si edhe për punë ose rregullime në shtëpi, që mund të sjellin kënaqësi dhe ndjesi sigurie. Demi, sot shpreha e vetes të vjen më natyrshëm, i dashur Dem, dhe ndihesh më i lirë të veprosh spontanisht. Ke më shumë guxim për të treguar mendimet, dëshirat dhe ndjenjat e tua pa u menduar gjatë. Hëna qëndron gjatë gjithë ditës në shtëpinë tënde të 11 diellore, sektor që lidhet me aspiratat e larta, ëndrat dhe planet për të ardhmen. Përmbushja emocionale sot vjen duke u fokusuar te dëshirat që i mban më afër zemrës dhe te vizioni yt për atë që dëshiron të ndërtosh në jetë. Mund të ndjesh një lloj shqetësimi të brendshëm, sikur diçka ka nevojë të ndryshojë. Është e mundur që të ndihesh i bllokuar në një rutinë ose në një mënyrë marrëdhënieje që nuk po të jep rezultatet që kërkon. Sot është një ditë e mirë për të dalë nga kjo gjendje dhe për të provuar diçka ndryshe. Energjitë e ditës janë veçanërisht të favorshme për mendim më të qartë dhe vendime të zgjuara në lidhje me biznesin, karrierën dhe financat. Është moment i mirë për të parë përpara dhe për të planifikuar me mendje të kthjellët. Binjakët, sot, një bisedë e thjeshtë mund të ndihmojë të lidheni më mirë me idetë e tua, i dashur binjak. Diskutimet me të tjerët ndezin mendimin tënd dhe të shtyjnë të shohësh gjërat më qartë. Dikush mund të inkurajojë të shprehesh më hapur dhe më plotësisht, pa u vetë përmbajtur. Kalimi i Merkurit sot të ndihmon të mendosh dhe të komunikosh në mënyrë më efektive dhe më të gjerë. Fjalët e tua kanë peshë dhe arrin të shprehesh mendime komplekse në një mënyrë të kuptueshme për të tjerët. Bashkëpunimi me një person të rëndësishëm në jetën tënde theksohet fort. Qëllimi është të ndërveproni si të barabartë dhe ta shohësh tjetrin si një tërësi. Jo duke u përqendruar te gabimet apo mangësitë e vogla, nga ana mendore je në formë shumë të mirë. Instinkti yt për biznesin dhe aftësitë drejtuese janë më të zhvilluara se zakonisht. Megjithatë, nëse ndihesh i kufizuar ose i shtypur, kjo mund të çojë në konflikte të panevojshme. Ruaje hapësirën tënde personale dhe komuniko hapur për të shmangur keqkuptimet. Gaforia, sot ndjenja e etjes për dije dhe kuptim është e fortë, i dashur Gafore. Ke dëshirë të mësosh, të eksplorosh ide të reja dhe të zgjerosh horizontet mendore. Përpiqu të mos i përmbahesh një skenari të ngurtë, sepse sot ke nevojë për diçka më shumë se zakonisht, si në mendim ashtu edhe në përvojë. Është një moment i mirë për të qiruar nga emocionet e rënda ose të akumuluara. Lënia pas ngarkesave emocionale të ndihmon të ndihesh më i lehtë dhe më i qetë brenda vetes. Punët që lidhen me dizajnin, planifikimin ose strukturimin e ideve mund të tërheqin veçanërisht sot. Ke aftësi më të mira se zakonisht për të dalluar modelet e duhura dhe për të kuptuar thelbin e një projekti ose problemi. Megjithatë, mund të ndihesh i paduruar me gjendjen aktuale dhe rutinën e zakonshme. Zgjidhja më e mirë është të angazhohesh në diçka që të lejon hapësirë për krijimtari dhe ndryshime spontane, pa kufizime të panevojshme. Luani, hëna vazhdon edhe sot qëndrimin e saj në shtëpinë tënde të 8 diellore, i dashur Luan, duke të shtyrë të lidhesh më thellë me dëshirat e tua më të brendshme. Mund të ndihesh më i prirur t'i ndash këto ndjenja me një person të besuar. Kjo ditë sjell më shumë vetkuptim, forcë të brendshme dhe vendosmëri. Përpiqu t'i pranosh ndryshimet e papritura ose devijimet në orarin tënd, në vend që t'i lejoj të nxjerrin nga ekuilibri.
Fleksibiliteti sot është çelësi i qetësisë dhe suksesit, ka mundësi të mira për të shprehur veten në mënyrë krijuese ose përmes gjesteve të ngrohta dhe dashamirëse. Ndikimet planetare rrisin aftësinë tënde për të dalluar modele, për të kuptuar lidhjet mes gjërave dhe për të zgjidhur probleme me zgjuarsi. Është një kohë shumë e favorshme për projekte që kërkojnë dizajn, strukturë dhe vizion estetik, sepse pikërisht në këto fusha po shkëlqen më shumë se zakonisht. Virgjëresha, sot je në formë shumë të mirë për mendim të thellë dhe për të rinovuar metoda të vjetra, e dashur virgjëresh. Të tërheqin ide dhe teknika të reja, veçanërisht ato që lidhen me riorganizimin, dizajnimin ose rindërtimin e një sistemi ekzistues. Bisedat mund të çojnë në zbulime interesante dhe të këndshme, që të hapin perspektiva të reja, ke guximin të bësh gjërat pak më ndryshe nga zakonisht, pa u larguar nga logjika dhe maturia që të karakterizon. Kjo qasje e re mund të sjellë përmirësime reale dhe të qëndrueshme. Hëna vazhdon të qëndrojë në shtëpinë tënde të marrëdhënieve, ndaj ekziston një ndjesje e lehtë dhe e këndshme lidhje me të tjerët. Nuk është e nevojshme të biesh dakord me gjithçka që dëgjon, por mendimet e të tjerëve mund të të nxisin të reflektosh në mënyra të reja. Kjo të ndihmon të fitosh qartësi mbi atë që të nevojitet, çfarë dëshiron vërtet dhe cili mund të jetë hapi yt i radhës. Dita favorizon hapjen ndaj mënyrave të reja të komunikimit dhe bashkëveprimit me të tjerët. Peshorja, sot ke dëshirë të jesh aktiv dhe i angazhuar, e dashur peshore. Ndihma ndaj të tjerëve, zgjidhja e problemeve dhe rregullimi i gjërave të vogla mund të jenë në qendër të vëmendjes dhe të sjellin kënaqësi. Njerëzit priren të afrohen natyrshëm për mbështetje, këshilla ose ndihmë, sepse energjia jote është e qetë dhe besuese. Energjinë e ditës e ke të favorshme për të bashkuar gjërat hap pas hapi dhe për të marrë me detaje që zakonisht mund t'i shtysh. Organizimi dhe kategorizimi sot janë zgjedhje të zgjuara, sepse më vonë do të ndihmojnë të marrësh vendime më të informuara dhe më të qarta. Përpiqu të jesh fleksibël nëse ka ndryshime të vogla në orarin tënd ose ndërprerje të rutinës. Në vend që të rezistosh, kërko mënyra për t'i bërë gjërat pak më ndryshe, në mënyrë që mendimi dhe marrëdhëniet të mbeten të freskëta. Dita favorizon edhe eksplorimet mendore. Bisedat mund të marrin shpejt një drejtim krijues dhe frymëzues, duke të hapur ide dhe këndvështrime të reja. Akrepi, sot mund të arrish në ide të reja dhe të mrekullueshme rreth gjërave që i njeh prej kohësh, i dashur akrep. Edhe pse humori yt është më shoqëror dhe më pak i përqendruar te puna apo përgjegjësitë, ti mund të aktivizosh përqendrimin sa herë që të nevojitet. Mund të vinë mënyra të reja për t'ju qasur shëndetit dhe mirëqenies, madje edhe çështjeve të biznesit, dhe këto ide do të mbajnë të angazhuar mendërisht. Rutinat e përsëritura sot mund të duken të mbytshme, ndaj është e rëndësishme të sjellësh ndryshime të vogla, por të këndshme, për ta mbajtur energjinë të freskët. Mund të mësosh diçka domethënëse për një person që të intereson emocionalisht, ose të fitosh qartësi më të madhe për ndjenjat e tua. Në qendër të vëmendjes janë gjetja e mënyrave të reja për të shijuar jetën dhe për t'u shprehur më lirshëm dhe më autentikisht. Shigjetari, me hënën që vazhdon qëndrimin e saj në sektorin e shtëpisë dhe familjes, i dashur shigjetar, je më i prirur t'u përmbahesh gjërave të njohura dhe të sigurta. Kjo të jep ndjesi rehatie dhe stabiliteti në këtë fazë të muajit hënor. Ambienti i njohur dhe njerëzit e afërt të ndihmojnë të ndihesh më i qetë emocionalisht. Megjithatë, një pjesë e jotja kërkon freski dhe ndryshim, veçanërisht në fusha të jetës që kanë filluar të duken monotone ose pa gjallëri. Ndryshime të vogla, por të menduara, mund të ndihmojnë të jetosh më me vetdije dhe të rikthesh energjinë pozitive. Bisedat dhe mendimet e sotme janë veçanërisht të dobishme. Mund të përjetosh një moment të rëndësishëm mësimi, ku pjesë të ndryshme të një enigme bashkohen dhe sjellin qartësi. Shpreha jote është më e lehtë dhe më natyrshme, gjë që tërheq drejt teje mundësi të reja dhe interesante. Bricjapi, sot përfundimi i projekteve ka një rëndësi të veçantë, i dashur bricjap.
Mendimi inovativ dhe qasjet jashtë kutisë mund të jenë të dobishme, sidomos për çështje financiare, duke të ndihmuar të gjesh zgjidhje të zgjuara dhe krijuese. Ndryshimet të vogla në rutinë mund të sjellin kthesa interesante dhe mundësi të reja. Hëna qëndron edhe sot në sektorin tënd të komunikimit dhe lëvizjes, prandaj mund të ndihesh i angazhuar në kontakte të ndryshme, takime ose aktivitete që të largojnë pak nga rutina. Ndonjëherë kjo mund të bëjë të ndjehesh pak i shpërndar, por fleksibiliteti do të ndihmojë të menaxhosh situatat me lehtësi. Është një kohë e mirë për të rikthyer në lidhje me dikë me të cilin ke humbur kontaktin ose për të forcuar marrëdhënie të rëndësishme. Përveç detyrave dhe punës, mos haro të përfshihesh në biseda dhe bashkëpunime që mund të sjellin energji të freskët dhe ide të reja. Ujori, sot hëna qëndron në shtëpinë tënde të dytë diellore, i dashur ujor, duke të bërë të fokusohesh më shumë te stabiliteti, rehatisë dhe siguria. Kjo të jep një bazë të qetë, por në të njëjtën kohë mendja jote është e gatshme për sfida dhe ide të reja. Aftësia jote për origjinalitet, shpikje dhe kreativitet mund të përdoret në mënyra shumë të dobishme sot. Sesionet e brainstormingut janë veçanërisht efektive dhe mënyra jote e të menduarit duket më e zgjuar dhe më e veçantë se zakonisht, edhe pse ke nevojë për aktivitete që të japin ndjesi sigurie dhe toksore. Mund të qasesh ndaj rutinës ose çështjeve të zakonshme në mënyra të reja dhe të pazakonta. Ky është një moment i mirë për të eksperimentuar me metoda të përmirësuara ose qasje të ndryshme, duke mbajtur gjërat të freskëta dhe të dobishme. Peshqit, Pisces, sot mund të shohësh mundësi atje ku më parë nuk të dukeshin, të dashur peshq. Kjo është veçanërisht e dukshme në lidhje me ëndrat e mëdha, karrierën dhe çështjet financiare. Përmes mençurisë dhe përvojës tënde, mund të marrësh vendime më të mira dhe të trajtosh detajet e jetës së përditshme në mënyra krijuese dhe të zgjuara. Nevoja për ndryshim është e dukshme sot dhe është më mirë të kanalizohet në mënyrë të përshtatshme, sepse ndryshe mund të lindin keqkuptime të vogla. Ka një tendencë të vogël për të kundërshtuar ose për të rebeluar në vend që të bashkëpunosh, por mendimi yt sot është i qartë dhe i zgjuar. Me hënën qëndron gjatë gjithë ditës në shenjën tënde, ndihesh më i guximshëm dhe më i vendosur, veçanërisht kur shpreh ndjenjat e tua, dashurinë ose tiparet e tua më unike. Ky është një moment i mirë për të treguar veten në mënyrë autentike dhe për të marrë iniciativa që reflektojnë natyrën tënde të veçantë.